Pak ditë në ndajnë nga festa e fundvitit, e cila ka sjell rritjen e çmimeve në tregun e pakicës së fruta perimeve pranë stadiumit. Qytetarët nuk po munden të blejnë produktet që dëshirojnë për tavolinën, pasi nuk i përballojnë dot shpenzimet. Të moshuarit janë ata që e vuajnë më shumë këtë problematikë që përsëritet çdo vit, se pensionet janë të pamjaftueshëm për të përballuar blerjet. Nuk e ham çdo ditë frutat dhe perimet, vetëm për festa i blejmë, edhe pse këtë vit do kemi më pak produkte në tavolinë, thon ata. Janë rritë çmimet të vjetra. Ka qenë 800, ka vatur 1000. Tomate ka vatur 1000. Molla ka qenë 800, ka vatur 1000. Kjo është. I përballoni do të çmime? Pensionista çado bësh. Do vit rritën. Edhe në markete janë rritur. Uji glinës ka qenë 500, është bërë 550. Fanët ka qenë 1000, janë bërë 1300. Llogaritja. Çfarë bëhet? Vetëm rrit. Ne nuk naqem asnjëherë birë se s'kemi, po Shtrenjtë. Ke mundësi të blesh? Një lloj si të marrë në pak. Të marrë në pak, pa hiç nuk do rri. Do 100 gram. Për mua që të themu që këto ka qenë gjithë njerë, kështu ka qenë çmime. Ka i ke i përballoj, ka që si përballon, se të gjithë njerëzit nuk janë që. I përballon, mirja. Tregtarët pohojnë se çmimet janë rritur për prodhimi vendas edhe të importit, sidomos frutat, dhe kjo gjë ka ndikuar në uljen e fuqisë blerëse. Ata gjithashtu ankohen edhe për kushtet jo të përshtatshme të tregut ku punojnë. Çmimi janë rritur pak. Nuk është ajo që ka qenë domethënë para një jave, edhe shtimi. Janë rritur edhe të vendit, edhe të jashtëm. Ka fuqi blerëse? Si veshkruaj. Ka rënë? S'ka. Janë gjithë moshe të retë, s'ka. Nuk kanë në lekë, po kuj s'ka. Edhe ata që janë, ka një fare, kemi ngellë nërë dhe një. Më shumë ka tregtar, se sa blerëse. Nuk ka ish. Ka vajtë aty ku s'man marë. Ja dhe ne që bërrim këtu, ja rrim që kon janë. Ka një që fest, prak festësh, edhe presim. Presim, nuk ka. Kushet janë mizerabë. S'ka as policia zje, shikon janë ka dalë një jashtë. Dhe di që o borë në betë tregu, që o bë, ka dalë jashtë. Ne rrim të brana të di, presim. As polici bashkjaka, as zje nuk vejdorë njëri këtu. Rrethi i Lushnjës është prodhuesi fruta perimeve, por ky fakt nuk ndryshon realitetin e çmimeve që rriten në rast të festash dhe pamundësinë e qytetarëve për t'i blerë.